miq dashur, ekskluzivisht për ju në emisionin tonë të mëngjesit po mundohemi që të sjellim këtë atmosferë të ngrohtë, të bukur, të mrekullueshme që kemi në studio për t'u ngrohur dhe për t'u bërë ditën sa më të mbarë. Gitarë Sister Rezata Dushi dhe Krenare Dushi, mirëmëngjesi, mirë se erdhët, na keni nderuar me prezencë dhe mirë se ju gjatëm, faleminderit. Sot aq herë që na çupëm duket mirë dita me sepse doja të them sepse po na vin nga Kosova, domethënë një zgjuar shumë herët për të ardhur këtu dhe ka një goxharruk mund të themi. Ka një goxharruk derisa të mbrim, me që kemi edhe këtë gardhin në mes që na ndan, që duhet të është problematike. Vetëm për zbukurim e kemi lënë atë se ju që na ndan. Kemi gardhin i cili është, ashtu e quajnë tash sepse po fillojmë që t'i ulim kufint dhe shpresoj që një ditë të mos kemi më këta pengesat cilët i kemi për momentin. Shpresojmë dhe urojmë të gjithë. Unë jam shumë e lumtur në fakt që sot jemi së bashku këtu në studio jemi shumë kështu të emocionuar sepse me të vërtetë e keni sjellë një atmosferë, e shohim edhe në rrjetet sociale. Ju kemi ndjekur për një kohë tashmë të gjatë, mirë po unë dua fillimisht të filloj me Rezartën, pastaj edhe me Krenarën, motrat gitariste, kështu të themi. Gitariste. Si lindi kjo ide? Për sa kohë tashmë po e bëni profesionin që edhe e keni studiuar? Ose, do të pyesim kështu, Valbona, kush ishte e para që mori kitarën? Unë më duket që Krenarja është, po... E vogla ka marrë kitarën. Cila është e vogla, cila është e para? Ti e vogla. Po, Krenarja është ajo që filloi e para me kursin e gitarës. Unë e veç e shoqëroja, se ka qenë shumë e vogël, 6 vjeqe, e shoqëroja në kurs. Do dhe aty të lindi edhe dëshira duke dëgjuar këtë, të lindi dëshira që të bëhesh edhe ti kitariste. Shumë interesante kjo. Shumë e bukur. Mënyrë e mirë, interesante se si vendosë, do më thënë, që ti të fokusoheni konkretisht tek instrumenti kitarës. Po, ka qenë babi ai i cili na ka pyetur se çfarë instrumenti keni dëshirë me... A keni dëshirë fillimisht me marrë me muzikë, pastaj cilin instrument. Edhe... Kështu kemi fillu. Që sa po jeni formu kështu si band, me thonë, se jeni edhe me vëllau, nëse nuk gaboj. Po. Do me thonë jeni grupe 3. Është grup familjar. Dhe Guitar Sisters and Joni, po. Edhe Joni. Joni është me instrument? Vlau, është, ka fillimisht... Be perkusion, që unë djekën. Shumë e bukur. Fillimisht ka qenë me kajon, tash është me pad elektronik. Që sa kohë formut kështu si grup, që sa po operoni si Guitar Sisters? Unë kam qenë në shkollë të mesme, në klasë 10, mos gabojnë vitin e parë shkollës të mesme, kam kalu dikun 6-7 vite, kur kemi fillu. Do të thënë, ka 6-7 vite që keni filluar si band? Me mbrëmje, po. Vish na dyja, Joni është bashkan gjitë... Para 2 vjetë. Se dja i ko 2 vjetë, veri bën 2 vjetë, kur është bashkan gjitë edhe vlohë. Do të thënë, grupi familjar dhe Guitar Sister edhe Joni. Tani do të kthehemi pak sa në të kaluarën, pse konkretisht të dyja me gitarën? Se zakonisht kur kemi kështu plane, njëra motor mund të bëhet kushtimisht të themi violiniste, tjetra shkon tek pianoja, ose dhe një instrument tjetër, pse të dyja te gitara? Dhe funksiononi fantastike. Shumë mire jeni. Po, unë të kalzova pse. Unë edhe që kom shoqëru. Thjesht aty dhe, po në ndërkohë nuk të lindi dhe një dëshirë për dhe një instrument tjetër? Në ndërkohë ne kemi studiu diçka tjetër. Unë kom studiu kompozime, edhe motra është studiu trombonin. A, trombonin! Do me thënë instrumente tjera, por ekzekutoni në kitarë. Sepse kemi edhe Valbonën e kemi këtu, jeni bërë 3 muzicientë këtu, 3 të në mis të muzikës. Unë do mundohem kështu si freestyler, të këndoj të Kemi dhe 2 artistë, drejtorin e kemi aktor. Po jo, të mundohem që të këndojmë të paktën të përcjellim. Normalisht. Sepse edhe repertuarin e keni fantastik, që më pëlqen shumë. Dhe kudo që ekzekutoni, kudo që mbani mbrëmje, këngët janë jashtëzakonisht të kënduara, refrenet që u përcjellin. A ju jep një disponim kjo kur të gjithë jeni të bashkangjitur në këngët që po i këndoni? Po, është një djenjë... Edhe të flasim edhe për repertuarin tuaj. Po, është një djenjë shumë e veçantë, kur të gjithë këndojnë me neve, ka njëherë s'ko nevojna me knu heq, këndojnë muziku për neve. Janë ndër metët më të mira është ajo kur s'lodheni ju shumë. Po, ato janë do momente që të mbushin normal me emocion, edhe të motivojnë halo ma shumë për para. Sa i përket repertoarit, është gjithmonë prindja i cili... Ua përzgjedh. Jo që na përzgjedh, po është ai që... Këshillon. Na këshillon, po edhe i kemi mësu ato këngë nga ai. Nga ai edhe nga mësuesi që na ka mësu gitarën.
Edhe kemi ashtu Zakonisht janë këngë të lehta qytetare, të lehta qytetare, ne me të thënë drejt i përfshim krejt ka pak se çka dojnë audienca, edhe popullore, edhe patriotike, edhe balada. Varet nga vendi edhe vendi. Edhe gjitha hitet, të cilët këndohen, të cilat dihen për treva të ndryshme, atë repertuar do ekzekuton. Më thoni, funksiononi vetëm në Kosovë apo e kemi ul gardhin që të jemi gjithandej? Ne funksionojmë në Kosovë, edhe në rajon, po edhe në Zvicër, Gjermani dhe shtete tjera. Kemi kaluar, po më thonë. Po. Ne kemi shumë shikues nga Zvicra. Kemi të shumë. Kemi të shumë, kemi nga Suedia, Tregull, Gjermania, janë gjithmonë ata prezent, mirë po Zvicrën e kemi shumë prezent, jo me e bindur që të paktën mas kësaj interviste do të ketë pak më shumë buje dhe kërkesa, jam me sigurt e bindur. Mirë po më thoni, cilat janë ata ahengjet që keni më shumë për qef? Tash ndoshta nuk mund mi dallue, ndoshta janë mbrëmjet në lokale të ndryshme, ndoshta janë edhe këto dasmat e vogla që po bëhen tash, mirë po cilat janë ato ahengjet që i keni më shumë për qef, që kënaqen edhe jo të themi kështu 100%? Nuk mu mi ndohë se cila e ka atë venin e vetë. Po, harrien e vetë. Po, na shkojmë edhe në përmbrëmje muzikore, në përmbrëmje në për lokale të ndryshme, po kemi edhe ahengje familjare si edhe darsma. Me krejt kalojmë mirë. Në kërkesë që keni kështu, që keni pas deri tash pak ma çuditshme, ndonjë kërkesë të këngës, a keni ndonjë rast kështu që keni pas ndonjë kërkesë, nuk keni çuditshme? Po. Po. Mund ta ndoshim neve? Për shembull, i lipin do këngë që bëhet vetëm me çifteli për shembull. Po jo, se ato modifikojnë edhe bëjnë versionin tonë. Po, do këngë që one për vete edhe si preferojnë, anë është ta e din sa shumë të dua që të këngë që si janë preferenca tona, shije tona, edhe neve na duket që dekshme për neve. Jo arsyeshme me na lyp neve qatë këngë. Po, Po normal. Nuk na flen në shpirt. Po unë do doja të ndalesha pak sa se tek rastet familjare, gjithmonë tash është problem të jesh edhe motër, edhe partnere. Tash motra jeni në shtëpi. Por partnere... Edhe menojnë. Edhe nuk mendoni. Do doja ta lidh, sepse motra në shtëpi, por partnere në skenë. Biznes i biznes. Po pra, po. Edhe këtu është sa është e vështirë që të jeni motra dhe partnere në skenë, sepse ndonjëherë mund të kemë edhe kacafytje. Mund të ketë edhe grindja, ose në ide mund të mos përputhen. Jo, na kalojnë ama mirë si partnere në biznes, se sa motra. Si motra ndodhen e kundërt. Kur të përloha me, ato të kujtoj që ki motra tjera shpejt. Po, a jeni 4 motra? 4 motra. Ata vazhdojnë rrugën tuaj apo jo? Jo. Nuk e kanë dëshirë muzikën. Ato e bëjnë planin si ti harxojnë. Be vokal mund të jenë. Ato bëjnë planin se si ti harxojnë parat e biznesit familjar. O, sa mirë vendjen. E jam e sigurt. A janë më të vogla? Njëna është më e madhe. Po. Edhe njëna është më e vogël se na. Sigurisht do bëhet menaxhere më e madhe, menaxhere dhe e vogla ajo që do i prish. E madja ka detyrën për mi këshillu, e vogla është se ku po shkojmë, ku po udhtojmë, çish me harxho do parës, me siguri. E përmendet shumë shpesh babin. Ka qenë muzicient në kohën e tij apo domethënë ka pasur edhe ai dëshirë që të jetë pjesë e bendit, ndoshta pse jo? Si është raporti me babin? Se më duket që në një intervistë keni përmend që edhe instrumentin çiftelis e zotron mirë. Po, babi në kohën në rini, kur ka qenë ai, ka marrë pjesë në për ansamble, në shoqëri kulturore artistike që kanë qenë atëherë. Do me thona e kemi trashëgu me një fjallë muzikën nga babi. Jeni rritën në tingujt e edhe prindet. mami ka shumë një gjyrë zone të mirë, të veçantë, melankolike, po nuk është marrë kur. Shumë interesant. Edhe vjen gjyna që se Familja ka... artistët, të gjithë artistët. Po, është të ndihmë shumë e madhe që se zakonisht në një familje del njëri artist, në rastin tim kom dalë unë për 3-4 gjenerata, se ma ndej nuk e di cili ka Ma herës, pasën. si kanë qenë. Po, kush ka pasën më shumë talent, ndërsa unë jam domethënë e para në shumë gjenerata që kom dalë vetëm me një dhunti pak më të madhe artistike. Shumë e çuditshme që në një familje 4 persona, duke përfshirë 5 persona, prindërit, vllau edhe ju dyja që e zotroni. Motra tjera kanë
Kështu zë Po, artistik. motra e vogël, ma shumë. Bile po më nujna me angazhu dhe ato. Mos mi arë që porës. Me adit kime që porës. Se me njerëz fitohet parja. Do doja të ndalim pak tek vendi jon, sepse vajza, shoqëria e jon, e dikushme, por fatmirësisht që kohët e fundit ka filluar të vedisohet më shumë dhe t'i hapim diapazonin për shumë gjëra, por kur kemi folur dikur për vajzat që merren me instrument, me muzikë, ka patur paragjykime. A ju ka ndodhur paragjykimet në... A keni hasur në për paragjykime, në fillimet tuaja sigurisht? Nështë edhe është qysh të bëjsh ti atë venin tënë, varet edhe qysh veshësh, ka shumë rëndësi, qysh sillesh. Janë do gjëra që fillojnë prej teje, Që a ju e lënë kryon atë atë njerëzve për me murin paragjyku. imagjinar me paragjykuesit. Shumë përgjigje e mirë dhe besoj që luan shumë rol se ti qysh paraqitesh tek publiku për mi marrë edhe të gjitha ato komente të theme. Një gjë që do doja edhe paka shumë edhe ta flasim është se na e dim estradën tonë, i dim kapacitetet e këngëtarëve tona që kënojnë me performancat live, po ashtu tekstet, që ndonjëherë është edhe turp ti dëgjosh para familjes, tekstet që estrada joni përdor. Çka ju karakterizon juve, përveç se jeni me instrument shumë të veçantë, këndoni këngë të vjetra qytetare, këngë kualitative, cilësore që nuk vdesin kur. Po kështu pak ma flasim me një diapazon pak ma gjanë, çfarë ju dallon juve nga këtë estrada? Pa modesti. Kitaret. Jo, ju njerëzve ju vjen interesant që ne jemi motra, luajmë dy anë gitare Kjo është e dhe veçanta. kënojmë njëkohësisht. Kjo është ajo e veçanta, veçanta. Po tjetër është që kemi në repertor shumë këngë që nashta nuk i kënojnë shumë këngëtar, ose edhe që kemi do këngë që njerëz nuk i dëgjojnë me kohë. Po. Nëse na dëgjojnë neve për herë të parë, Kur i po kthehet. wow, më keni rikthyer, kësa mos si kom një Kthehet emocioni, kthehet emocioni në ato këngë të Po, dikushme edhe është ajo- që janë heshtur. Gjëja tjetër se na i këndojmë këngëve që pas një herë në gjuhë të huaj, e kemi vendosur kështu prej fillimit. Domethënë këngë të huaja jo, gjuhë Po, shqipe, po. këngët të kjo dikushme, është shumë e hitet veçantë. dikushme po i rikthejmë. Shumë gjë e Kjo bukur. është shumë e veçantë. Mbi të gjitha, unë dua njëkohësisht të flasim se ja keni fillu karrierës me covera. Nëse të bëu covera pikërisht këngëve të vjetra qytetare. Cili është vazhdimi? A do të presim këngë autoriale? Kompozitorën e keni në grup? Rezarta është kompozitore. Keni plan kështu me kompozu këngë Pa tjetër që autoriale? po, gjithmonë ka vend për punë, gjithmonë do të me punu këtë drejtim, po edhe angazhimet ka njëherë nuk ta dhojnë atë mundësin e kohës. Me bu një album, Po. me prodhu pak Jemi, ma... tash na e pa të mborë një albume me covera, jemi të punu për pjesën e albumit dytë, kemi një këngë bashkëpunime me Vullnet Ibrahimin, kur shiu ndaloj. Nga Struga? Nga Struga, po. Po. Po ashtu një këngë tjetër, Lullet e Kosovës, na ka shkruaj, edhe na ka kompozu. Kështu, këngët e Vullnetit, une e kam preferencën të këngët e Vullnetit me na kompozu. Vullnet nëse na dëgjon, mbaj mend. Kam qenë student bashkë me Vullnetin, kemi Ti hyni studiuar punës bashkë. më shpejt. Edhe një femir me Vullnetin. po. Vullnetit Është djalë përndryshe fantastik. kemi shumë mik mirë, edhe është super djallë, super artist. Shumë modest. Po. Mendoj Shumë që i thjeshtë. vullneti të zgjohet sot pak më herët, të Është hyni zgjuar, punës, po besoj që është zgjuar, të hyni punës se mos të lini që të kapë edhe sezona, se tash dal nga dal, ndoshta janarin e keni pak më qetë, kështu, po unë jam me sigurt që kur fillon mandej sezona, jeni full dhe është më e Do vështirë. doja t'i ngacmoj pak, Po. sepse këta janë dy karaktere, por në një tingull. Si do e përshkruani stilin e njëra tjetrës? Njëra për tjetrën. Në stilin e... Në stilin e muzikës në përgjithësi, të jetës. Apo cila është më temperamente, cila lëshon më shumë pej se tjetra. Për temperamente e din të gjithë, që është krenorja. Në arre ti gjithmonë. Çka i ke bo motrës krenare kështu që edhe publikisht.
Jo, Hajde të themi si do e Unë i thon përshkruani balans, tash. Mos balans. futemi kështu, po si do e përshkruani njëra tjetrën. Me siguri këtë pyetje s'ua kam bërë asnjëherë. Jo. Po si do e përshkruani njëra tjetrën? pak pyetje e shtirë, ama unë më me thonë që mutra e më është më e mira. Edhe s'kam fjallë. Të lutem mos e shikoni sy. Mutra që t'ka. Pikërisht edhe përgjigjesh shumë diplomatike. Modeste, diplomatike. Sepse pas emisioni filloj. Kush të thamë? Unë të thamë, jo s'ta thamë. Ti ma the. Biznesin mbi të gjitha, drejtro biznesin nuk duhet që të vuan. Mirë Po, po, mbi të është gjitha, fantastike, përderisa ekziston energjia. dëshira e mirë, entuziazmi i mirë, buzëqeshja, sigurisht që reflekton edhe tek audienca edhe tek puna juaj, sigurisht. Normal. Unë Dhe mendoj kjo është e që rëndësishmja. një person vuan më shumë me motrat, është vllau. E keni hasret djalë? Po, hasret. Do me thonë, aje pas ka punën më të Jo, vështira. më të mirë nga ka. Unë A nuk thua? thonë që vunë, jone ko jetën film kështu. Aje ko bën se vdo, po? Po, se vda. Sigurisht. Edhe Ai ka i makon e hanë po thua. Ati i plësuan krejt kërkesat me një fjallë. Çfarë moshë është Joni, sepse 12 vjeç. O, 12 vjeç. 12 Dhe vjeç. është pjesë e bendit tuaj, Two Sisters dhe Joni. Një rrugë të mbarë, po ndjekë një rrugë të mbarë, më pëlqen se po mundoheni që edhe me vllaun që muzikën kualitative shqiptare, të mirë filtën, t'ja ndjellni tek ai edhe ai sigurisht që do vazhdoni edhe me këtë rrugën tuaj që po vazhdoni, që po ja trasoni atij dhe do të kalon edhe ai një rrugë të mbarë. Do të ketë sukses sigurisht. Edhe- Për një edhe ai studion instrument tjetër, fizharmonik. Do të thënë, familje e kompletuar, më pëlqen babai çiftelis, nëna tha që ka një talent shumë të mirë për të kënduar. Joni perkusion, tashmë në fizharmonik. Po E kemi ju pasur të edhe dyja po këngëtarën me ashtu trombon. trombon ke qenë? Po. Dhe Kompozitore. Kompozitore. Fantastike. Ti ajo dirigjenti, tash të gjithë duhet ti sistemosh. Po vjen edhe te. Do Ja, të edhe Valbonën e kemi, back vokal mund të vinë nga Ti mbrapa. bëjmë aranjëmanet dhe flasim për kontratën më Unë të. doja, me që jemi edhe në 10 minutin e fundit të Valbona, nuk e di se kur do e ndajmë atë bllokun ton, unë do të flasim paksa për planet tuaja dhe pastaj do ta mbyllim emisionin me siguri me Tinguj. Me që se na i dhuroni. Po. Do të flasim për planet. Ky sezon kanë Çfarë filluar pritet? Ka datat. filluar kërkesat të shumta. Po. Janë, Kalendari- është i mbushur kalendari për këtë vit dhe po diskutojmë për vitin 2027-ën apo Ka nga jemi për halon kalendar. Ka edhe pak hapësirë. Po, është kjo e mira që ne kemi gjithmonë punë, kërkesa, edhe jashtë sezonit, si jemi asnjëherë pa punë, përveç se fundi janarit kuptohet. Përshtojmë shumë falenderuse për të gjithë ata që na dëgjojnë edhe na ftojnë në engjët ose mbrëmjet e tyre. E planet janë, si thash, jemi të punu për një album 3 me covera. Edhe në e kong 3 do të mi thonë vullnetit. Duhet me bë këngë të reja. Po, a u pëlqen poezia shqiptare në përgjithësi, më thoni? Po, normal. Po. A mendoni që duhet të bëni ndonjë, sepse shumica e këngëve janë krijuar nga poezit, nga autorë të ndryshëm, tonët. A mendoni që të bëni një hit, gjeni një poezi shumë të mirë, qoftë Fishtës, qoftë Kadares, qoftë Agollit apo dhe ta bëni një hit tuaj, që të mbetesh te vula juaj. Ide e mirë. E, për këtë ide duhet Angjini Djerë Shaqiri. Po përzgjedhën. Po, me na përzgjedhë e kemi edhe ato shumë mikë të mirë, duhet me folë për këtë çështje. Pikërisht që përmend Se është letrar me profesion edhe ja Po shëllan. janë të bukura, janë poezit, kur i dim si poezi dhe kur kthehet në këngë, ajo merr një jeton shumë të madhe. Pikërisht që përmendet edhe Ilir Shaqiri, mua më lindi një kështu pyetje, cili është bashkëpunimi që kishit pas qef me realizu me ndonjë artist që është gjallë? E që kishit pas qef, domethënë të paktën që po thotë dritroj me met një vull, një këngë së bashku me ata. Me Ilirin, unë për veti se është në historinë tonë E të vërtet. popullit. Edhe isha një keq nëse s'kishu mujt me arrit me bo një bashkëpunim me ta. Edhe pse nuk është që se kemi fol për bashkëpunim. Që një ekskluzivitet e morëm. Po, është ajo gjithmonë kompozitori i cili na pa shkru një këngë për neve. E ka shkru vesh për neve dyja. A i dashti Agjilir për me bo bashkë me neve. Ka qeni kesh kuptim mes neve dhe kompozitorit. Kështu që herave tjera. Ka hapësirë, do më thonë, për më përmirësu. Jeta është e gjatë, Po, sigurisht. jeni ala të reja, vetë se ka fillu kështu, them,
ato hapat e sigurta në karrierën tuaj, unë jam e bindur që këtë dëshirat që i keni do t'i realizoni. Edhe pak para se të shkojmë me muzikën, cilat vende që keni përfumu, do të thonë, a është, nuk e di, Prishtina, Ferizaj, Shkupi, atmosferën, kush e ka atmosferën më shumë? Kush janë ata që kthejnë më shumë edhe zdi e shprehin, nuk janë me thonë kështu publik maj monoton. Unë mendoj që Ku kaloni më mirë ju? Sevdali, cili vend është ma Sevdali kështu? unë nuk më mindo ashtu. Do të janë gjithande ku e performoni janë atmosfera Herë gatimi. që llojnë varet e çush janë njerëz, çush e kanë personalitetin, a din disponimin njëri. Çush është me disponim, dikush na shtan Ferizaj është një mbrëmje që janë disponueshëm njerëz, tjetër mbrëmje nuk janë. Është ajo dinamika që smoj me ndo. Krejt njerëzit me gale. Ditës asnjëherë nuk i ngjan. Normal. Se na si popullin a gjithë Sevdali, Kërcej, A hengun e kemi qenë gjithmonë. Gjithë kena arsye me festudit çka. Edhe gjejmë arsye. Unë do doja kështu përzemërsisht që t'i ftoj që për gjithë qytetarët të Shkupit Po. të kemi këtu në një mbrëmje të organizojmë një mbrëmje këtu ku t'ju ndjekin nga afër sepse shumica e njerëzve ju ndjekin ose kanë qenë atje prezent, por do doja që t'ju kemi këtu të ftuara. Para pak jave ishin Do të prezente. mundohemi që të organizojmë në ndonjë lokal këtu. Para pak jave kanë qenë në një kështu aheng privat, mirë po pikërisht unë edhe aty u pash edhe pse u ndjek para publikun e gjerë do doja të kemi. Mirë po besoni që do ta realizojmë, këtë na kam një ide kështu merr dhe tash, mirë po do ta realizojmë, t'ju kemi edhe në Shkup, sepse në ka nevojë lokalet ky tona. popull për ju. Po. Ka nevojë shumë. E për ta mbyll kështu emisionin me energjinë më të bukur, ja thurim edhe një këngë, sa? Çka po tani më blu? Ku pam të dyja, prit pak se puno është thërë Çka po kënojna? freestyle le të jetë, ajo përzgjedhja juaj sigurisht. Janë diçka Apo që- ka Valbona diçka do i Nuk e dëshirë. di, nuk më kujtohet, mirë po do doja që vajzat na surprizojnë, diçka që e keni kështu pjesë të repertuarit pandashëm. Një kolazh të shkurtër. Po, mundet. Një kolazh. Kemi 5 minuta e kohë. Kemi 5 minuta për ta Veç përmbyllur. duhet me akordu pak. Sigurisht. Patjetër, lirërisht. Edhe kjo është pjesë e problematikës të cilën e keni gjatë. Është edhe atmosfera koha ndikon. Temperatura. Po. Miqdashur, live në emisionin tonë të mëngjesit 9:11 për momentin po i akordojmë kitarat. 2 kitarat sisters, ë? Gitar sisters. Rezarta dhe Krenare Dushi, Vajzat e 2 super motrat talentuara. të cilët sapo na premtuan që së shpejti mund t'i kemi, t'i ndjekim edhe këtu në për lokalet tona, këtu në qytetet e Shkupit dhe besoj dhe shpresoj që do t'i kemi edhe më gjërë në për qytetet tjera. Jam e bindon. Skena për ju vajza.